Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga moti kthjellot me vranësira kalimtare në pjesën e parë të ditës. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi 5 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 10 metër për sekond, vallëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ballë. Për ditën e hënë, moti parashikohet të jetë fillimisht me kthjellime dhe alternime vranësirash kalimtare dhe më pas orëve të mesditës, kryesisht në ato të pasdites, do të kemi shtim vranësirash mesatare deri të dendura. Pre orëve të pasdites do të kemi rishje shiu të erpashershëm me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në mënyrë të izoluar dhe në periudha pak të shkurtër, rishje do të jenë në formën e shtrëngatave. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond. Në luginat e Bregdet, era do të fitojë shpejtësi deri në 16 metër për sekond. Vallëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 4 ballë. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet në kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me mizotërim të motit të kthjellët dhe me alternime vranësirash me reshje shiu në zonat malore. Kontinenti evropian, vendet nordike, Europa perëndimore, lokalisht Kadishulli Iberik do të jenë ndikimin e masave ajrore relativisht të lagështa, por të ngrohta, shoqëruar me reshje lokale shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngate afat shkurtër. Qarkullimi anticiklonar me masa ajrore relativisht të thata do të përfshi pjesën tjetër të kontinentit, duke sjellë mot të qëndrueshëm, kryesisht të kthjellët, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare. Këtu kemi përfunduar, më falënderoj për vëmendjen, bashkë me takosh.